Jemi në kohën kur presioni mediatik është kthyer në strategji sundimi dhe kapot e partive luajnë kartat me varësit dhe turmën duke prodhuar herojnë e kohës, të dështuarin, të dëshpëruarin, idiotin. Ata synojnë t'i lodhin njerëzit sepse të lodhurit fakti me trillimin, mashtrimin dhe gënjeshtrën nuk dallohet. Qëllimi nuk është që njerëzit të besojnë gënjeshtrën, por që ata të ndalojnë së besuarin në rrugdalje dhe të largohen nga vendimarrja e arsyetuar, duke i mbajtur bashkë të trullosur me slogane. Njerëzit mbyten me kontradita dhe konfuzion dhe askush nuk mundohet të verifikoj faktet. Kështu turma ecën qorrazi e friksuar dhe sheh vetëm interesin e ditës, duke u trembur nga pasiguria e bukës së fëmijëve. Njerëzit ftohen të zgjedhin jo sipas nevojës për të përfaqësuar të zgjuar, të matur dhe të pakorruptueshëm, por për më të fortin, të vendosurin, arrogantin, luftarakun. Zakonisht hapin fushata individësh manipulues në median elektronike e të tjerë me mashtrime e gënjeshtra të mëdha që i përdorin në pritje të ngjarjeve të rëndësishme. Cinizmi bëhet stre për të ndaluar analizën dhe arsyetimin, ndërsa situatën e zotërojnë deklarimet e gënjeshtrat. Mungesa e gjykimit dhe analizës, mungesa e referimit me të vërtetën e të tjerë, janë thelbi i konfuzionit që një armat gjigante të paditurish, ignorantësh apo edhe idiotësh mbjellin e imponojnë, pasi marrin pjesë gjallërisht në debatet e hapura në rrjetet sociale dhe e fusin debatin në rrugë pa krye, duke mos dhënë asnjë argument. Ata vetëm fyejnë, kërcënojnë, shantazhojnë dhe kanosin intelektualët e pakt që guxojnë të thellohen mbi të vërtetën, edhe në fund produktin e debatit e përmbledh apo e përfundon shumica e përbër, po nga ata që shqiptarët vuajnë aq shumë, të paditurit, ignorantët dhe idiotët. Pjesa e rëndësishme e armatës së tyre përbëhet nga të dështuarit që marrin pjesë plot gjallëri në protesta, tubime dhe tribuna, ku ata dallojnë nga agresiviteti, qorrlloku dhe mediokriteti. Ata guxojnë në çdo aksion, në thyerje, zjarrvënie të tjerë, në kërkim të shpëtimit dhe rrugdaljes. Ata nuk bëjnë përpjekje të ndershme, serioze dhe këmbgulse për të dalë nga gjendja, por të mbytur në dëshpërim kërkojnë të realizojnë veprime agresive të dallueshme për t'u evidentuar si gladiator të partisë. I dëshpëruari, i paafti dhe ignoranti në këtë trysni të zhurmshme, prodhojnë idiotin e kohës. Dikur mbretërit angazhonin priftërinë që të çorientonin popullin me dogma e frikë, duke i siguruar ata për jetën pas vdekjes, ndërsa kujdeseshin të impononin frikën e urisë për t'i urdhëruar në punë të përditshme, të lodhshme e të papaguara mirë. Kështu mbretërit siguronin sundimin dhe produktin shoqëror. Shqipëria e sotme e ka vendosur popullin përpara alternativës së rrezikut për të humbur gjithçka, duke nënkuptuar që ngritja ndaj të pushtueshmëve është e barabartë me humbjen e stabilitetit dhe rënien e varfërisë të rënd, ndërsa kupola drejtuese i arrin qëllimet edhe kur nuk është në pushtet. Prandaj angazhimi politik për ndryshime rrënjësore apo radikale është në shënjestrën e të gjitha mekanizmave që mbajnë gjallë establishmentin politik të grupeve që menaxhojnë turmën me mashtrime, premtime dhe kërcënime. Dhe këtu dallon idioti që menaxhohet nga gjithkush dhe jo rrallë prin turmën drejt konfliktit që do të shërbente atyre që qëndrojnë pas kuintave. Të diturit që mund të organizohen për të sjellë ndryshim mbeten në trysninë e produktit të prodhuar nga establishmenti, që janë të dështuarit, të dëshpëruarit dhe idiotët, të cilët përcjellin dhunë verbale dhe fizike, vetëm që të identifikohen si protagonistë zhurmash dhe kacafytjesh. Kështu asgjë nuk ndryshon dhe shoqëria zhytet më tej në krizë në riciklimin e së njëjtës palë, që është një sozi e tjetrës dhe nuk zgjon interesin e popullit për ndryshim. Në këto kushte, liria dhe konstruktiviteti kolektiv kanë marrë fund dhe vendi jeton në krizën e mungesës së zgjidhjes. Prandaj dhe një poet ka shkruar: "Po na vjen demokracia me tamtame të mëdha, zoj Cicërin, mbretër mbeten po ata."